është e pamundshme që kryeministri Kurti ta krijojë një qeveri të re stabile, sepse nuk ka potencial, nuk ka mundësi realiste për ta bërë këtë. Në fakt, ai përveç një kompromisi të madh që do të mund ta bëjë me nismën, asnjë mundësi tjetër nuk e ka që të qëndrojë në pushtet. Ne qëllimet e Serbisë i dimë dhe edhe tendencat e saj për 100 vjet i dimë dhe mendoj që në këtë drejtim ne jemi një hap para tyne. Në momentin që zonja Balje do të parafrohet me kryeministrin Kurti, atëherë të gjitha këto ankesa, të gjitha këto fajsime do të zhduken. Kem gatshëm bashkëpunu, s'kem ndonjë pengesë, i kem kërkesat tona që duhet me diskutu. Nuk ka koalicion, nuk ka një dëshmi se kryeministri Kurti ka 61 deputet. Mirë po, tash opsioni vetëm është që t'i arrijë këto 61 vota me nismën, sepse me PDK-n, LDK-n dhe AK-n i ka shembur urat e bashkëpunimit. Prandaj, nëse eventualisht konstituohet qeveria të martën, atëherë kjo do të bëhet vetëm me një koalicion mes vetëvendosjes edhe nismës dhe pakicave, natyrisht. Në të kundërtën, ekziston edhe mundësia që njëherë të zgjidhet kryeparlamentari apo kryeparlamentare dhe pastaj të shfrytëzohet edhe ajo hapësira e nevojshme që është nëse kryeministri Kurti ka nevojë për të. Është e pamundshme që kryeministri Kurti ta krijojë një qeveri të re stabile, sepse nuk ka potencial, nuk ka mundësi realiste për ta bërë këtë. Në fakt, ai përveç një kompromisi të madh që do të mund ta bëjë me nismën, asnjë mundësi tjetër nuk e ka që të qëndrojë në pushtet, sepse PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja tashmë në asnjë mënyrë nuk do të bashkëpunojnë me atë, prandaj edhe e ka të vetmën rrugë bashkëpunimin me nismën ose kalimin në opozitë. Serbia është shumë e interesuar për destabilizimin e situatës në Kosovë, është e interesuar për krijimin e vakumeve institucionale, është e interesuar për udhëhesi të dobët në Kosovë në mënyrë që të arrijë interesin e vet ekonomik e politik. Dhe gjithsesi ne qëllimet e Serbisë i dimë dhe edhe tendencat e saj për 100 vjet i dimë dhe mendoj që në këtë drejtim ne jemi një hap para tyne. Kështu që nuk e besoj që Serbia do të mund të arrijë qëllimin e bllokimit të krijimit të institucioneve dhe krijimin e krizës institucionale, kurse për partitë e pakicave jo serbe mendoj që kanë qenë akter shumë pozitiv edhe në historinë e Kosovës, por edhe në qeveritë e kaluara, por edhe në qeverinë Kurti 2 dhe mendoj që kanë dhënë një shembull të mirë të respektimit të shtetit, kushtetues dhe janë njerëz shumë të respektuar edhe nga ana jonë dhe besoj që edhe kryeministri Kurti në bashkëbisedimin me ta ka treguar mundësitë të cilat i ka Kosova, mundësitë të cilat i ka qeveria jonë për të ofruar për ta dhe besoj që në këtë drejtim jemi gati të pajtuar me ta dhe ata janë shumë pro vazhdimit të punëve të mira të qeverisë Kurti dhe diskutimet të cilat kanë dalë edhe nga zota Duda Balje apo edhe nga zoti Rasim Demiri, Emilia për kërkesat e ndryshme janë shumë legjitime, janë kërkesa të cilat ne i respektojmë dhe gjithmonë në kuadër të kushtetutës dhe ligjeve tona ne do të mundohemi që të gjejmë zgjidhje për gjitha kërkesat. Sa i përket ankesave ndaj zonës Balje, unë mendoj që këto janë vetëm një populizëm, sepse nuk ka asnjë fakt konkret, pra është vetëm një arsyetim për mos arritjen e marrëveshjes me të, edhe tentim të njollosjes, të stigmatizimit politik të saj, por në momentin që zonja Balje do të parafrohet me kryeministrin Kurti, atëherë të gjitha këto ankesa, të gjitha këto fajsime do të zhduken. Kjo ka ndodhur në të kaluarën. Po e presim ftesën e takimit të dytë, që na kemi lënë prej takimit të parë. Po kemi bërë takim, apo kupton, nuk ka ndonjë kurrë ma tepër prej takimit të parë. Na kemi diskutuar, kemi dhënë hapësirën, mundësinë, kemi gatshëm bashkëpunu, s'kem ndonjë pengesë, i kem kërkesat tona që duhet me diskutuar. Jo asnjë koment.